dalë mirë provim, ke marrë në të keqe. Pse mi mam, çat mungon ty? Kam lënë mangët në gjallë ty pa plotsu. Pse s'ke marrë në të mirë provim? Çat mungon? O ma shiko se ishte provim shumë i vështirë dhe kanë dalë gjithë shumë keq, jo vetëm unë. Po më intereson mu për kalamajt e botës me mamu, më intereson ti. Pse s'del ti mirë provim? Qa bën? Gjithë ditën vjen shtëpi nga shkolla, vjen gjithë ditën rikot. Pse s'mëson? Qa bën? Je do të marr telefonin, nuk ke me dalë me shokë me shoqe, do rish tu shtëpi do mësosh derisa të dalësh mirë provim. Oj ky, je mësu keq ti. O ma shiko se gjithë morëm 7-8 përveç gocës Mozës që mori 10, vetëm ajo mori 10, ishte shumë i vështirë. Au, tani të prove fare, goca Mozës. Kush është Moza? Goca Mozës merr 10. Ti që të plotësojnë gjitha tekat, ti merr 7-8. Po pse moj mam, ç't mungon ty? Ti ka plotësuar gjitha tekat moj mam. Kush ringjon Mozën tash? Goca ime doli me 10, me doftes, me merita, me gjona. Çfarë i them unë asaj? Hë? Çfarë i them? Pse s'bësh mi çik më e mirë? Unë do të mburrem me tyre. Tani do mburret ajo me më thot goca ime është më e mirë me mësime. Mam, sa ti do rish mbyll në shtëpi do. Pse s'mëson me mam, pse s'mëson? Ai zoti ma do mësosh. Nga sot do tutje nuk kema, do të kem nën kontroll. Oj, ky çash bëj kalamani më shumë, ha? Nëse ju pëlqeu kjo video, jepini like edhe follow në TikTok për më shumë video. Faleminderit shumë. Ciao.